Ja se çfarë i ndodh truri, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni një kokër sheg çdo ditë. Shega është ndër frutat më të rrallë për nga vlerat që ka për shëndetin. Ajo është një frut shërues i pasur me antioksidant, gjithmonë vlerësohet si simboli i shëndetit. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjala për një nga frutat më shërues në botë për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor, kockor, gjithashtu edhe për shëndetin e kujtesës. Është treguar se edhe doza ditore e ekstraktit të shegës, nga i cili është më shpesht i konsumi i çajit ose i pekmezit, mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe nivelit të kolesterinës. Shkencëtarët konsiderojnë që kjo mund të reduktojë rrezikun nga sëmundjet e zemrës. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, prostatës, zorrës së trashë dhe parandalojnë gjithashtu ndryshime të cilat mund të rrisin edhe problemin e radikaleve të lira në organizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shega vepron si një antioksidant. Kokrat e vogla të ëmbla, të cilat gjenden te shega, jo vetëm që përmbajnë vitaminën C, por janë gjithashtu të pasur me substanca të tjera shumë të rëndësishme. Acidi punik, antioksidantët që gjenden te shega dhe disa ushqime të tjera mund të jenë shumë të dobishme edhe për trajtimin e problemeve të obezitetit, diabetit dhe gjithashtu sindromës metabolike. Sipas një studimi të vitit 2014, sipas HealthSide, potenciali i antioksidantëve të cilët gjenden te shega janë më të mëdhenj se te vera e kuqe, dhe rezultatet që do t'japin organizmit tuaj do ta cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira edhe për shkak të vetive antioksiduese që ka në përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Shega është një frut shumë i mirë edhe në luftën kundër radikaleve të lira. Njerëzit që ndjekin një dietë të pasur me fruta dhe perime kanë një rrezik më të reduktuar të zhvillimit të problemeve të radikaleve të lira, si ato të prostatës, të gjirit, të mushkrive dhe të zorrës, gjithashtu dhe të lëkurës. Shega është një frut i cili mund t'japë rezultate të mira për shëndetin e zemrës. Antioksidantët që gjenden te shega mund të parandalojnë edhe problemet të cilat lidhen me yndyrnat rreth arterieve. Ky grumbullim mund të çojë në sulm në zemër, probleme të tjera të zemrës. Shega gjithashtu punon edhe për presionin e gjakut dhe ka aftësi mjaft të mira ushqyese në mbajtjen larg të problemeve të kolesterolit. Shega është një frut shumë i mirë që përmirëson koagulimin e gjakut. Gjysmë filxhani me sheg siguron rreth 20% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës K. Ky mikronutrient është tejet i rëndësishëm për gjakun edhe në koagulimin e tij, duke përmirësuar organizmin dhe duke mbajtur larg edhe komplikacionet. Përfshirja e shegës në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik në përmirësimin e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të përgjithshme. Shega është një nga frutat më cilësor për mbrojtjen e shëndetit. Nga të qenit një mbrojtës kundër ftohjes deri te luftimet e rënda të problemeve, shega duket se ka efekte pozitive të qëndrueshme për mbrojtjen e organizmit, sidomos në luftën kundër inflamacioneve dhe problemit të radikaleve të lira. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj do të kthehet një aleat të çmuar për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Në këtë video, sipas HealthSide, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti dhe gjithashtu arsyet pse duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Mund të mbajë larg problemet të viruseve, gjithashtu edhe të problemeve të sezonit. Me lëngun e tyre, mundet të formoni një mbrojtje më të mirë të shëndetit, duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Lëngu veçanërisht mund t'ju mbrojë kundër viruseve dhe gjithashtu problemeve të ndryshme. Konsumi i shegës në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike në këtë problem. Shega mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të saj do t'japin rezultate fantastike për shëndetin e gjakut. Në një studim është treguar se njerëzit të cilët vuajnë nga këto shqetësime mund të marrin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Gjithashtu ata do të sigurojnë një mbrojtje më të mirë edhe kundër problemeve të hipertensionit me konsumin e këtij lëngu. Shega dhe lëngu i saj mund të përmirësojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës.
ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në këtë aspekt do të jetë një aleat i çmuar i tretjes. Njerëzit të cilët luftojnë me sëmundjen Crohn janë gjithashtu shumë të njohur me problemet e stomakut, që rezultojnë në ulje të oreksit edhe në humbje të peshës. Ndër të tjera arsye për këtë grumbullim të bakterieve brenda në stomak rezultojnë gjithashtu edhe inflamacione të rënda. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur të jetë e dobishme është edhe konsumi i frutit të shegës, e cila do të japë rezultate fantastike për organizmin tuaj. Ekstraktet e shegës janë të mira për shëndetin tuaj tretës. Shega është një nga frutat më të mirë edhe në betejën kundër shqetësimeve të Alzheimerit. Veçanërisht mund të japë rezultate mjaft të mira në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Ky ishte përfundimi i studimeve të Dr. Hartman, ku ai u dha pilula shege personave që bënin një operacion në zemër. Pilula e parë është dhënë 1 javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Personat që vunë re se konsumuan lëngun e shegës patën gjithashtu edhe kujtesën e tyre të paprekur 100% edhe mbas operacionit, duke e cilësuar kështu shegën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre luhatjeve. Shega është një frut i mirë edhe për personat të cilët kanë edhe luhatje të sheqerit në gjak. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit të lidhura me diabetin mund të kontribojnë edhe në komplikacione të ndryshme, por ato mund të mbahen në kontroll me produkte sa më të mira ushqyese, duke konsumuar ato në mënyrë të rregullt. Ato gjithashtu reduktojnë nivelin e kolesterolit të lartë dhe mbajnë komplikacionet nën kontroll. Megjithatë, personat me diabet duhet të jenë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës, sidomos nëse e teproni me sasinë e tyre. Konsumi i tyre brenda normës lejuar do të japë rezultate fantastike edhe për personat të cilët janë të prirur ndaj këtyre shqetësimeve. Shegët janë aleat i çmuar i shëndetit tuaj edhe për të reduktuar dhimbjet dhe artritin. Një studim i vitit 2011 zbuloi se shega mund të luftojë ndjeshmërinë në nyjet tuaja, por gjithashtu ajo mund të jetë një anë pozitive për të mbajtur larg komplikacionet e nyjeve dhe për të siguruar një mbrojtje më të madhe të kockave. Konsumi i tyre duhet të bëhet gjithmonë me kujdes dhe brenda normës lejuar për të evituar kështu ndikimin negativ të shëndetit të përgjithshëm. Të mirat që vijnë kur hani sheg janë të provuara shkencërisht. Shega ka aftësinë të mbrojë shëndetin dhe të ofrojë përfitime unike. Gjithashtu edhe librat e besimeve të ndryshme fetare kanë përshkruar atë si fruti që jep jetë. Shega i përmbajt tërësisht reputacionit e saj, sepse si frut nuk ka të sharë, arrin të parandalojë gjithashtu dhe të lehtësojë problemet dhe komplikacionet të ndryshme. Të mirat që vijnë nga konsumi i shegës janë të provuara edhe shkencërisht. Gjithashtu, ajo mund të mbrojë zemrën, trurin, por edhe të ndihmojë kundër problemeve të radikaleve të lira. Të dhëna shkencore të cilave u referohemi sipas Eltisajt e cilësojnë shegën si një nga produktet më të larta ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vetëm 30 minuta pas ngrënies së shegës, aktiviteti ynë do të rritet me të paktën 32%. Shega shuanetjen nxiton oreksin dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsumi në mënyrë të rregullt i shegës në dietën tuaj është aleati juaj më i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj si rezultat, shega do të jetë një aleat e çmuar e shëndetit tuaj dhe gjithashtu në rritje të larta të vlerave të shëndetit. Nëse arrini të pengoni prodhimin e estrogjenit dhe të paktësoni rrezikun e shfaqjes së problemeve të gjirit, do ta keni arritur të përmirësoni shëndetin tuaj në tërësi. Ndaj edhe konsumi i shegës në këto raste cilësohet si mbrojtës shumë i mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shega është aleate e çmuar e organizmit tuaj, ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Lëngu i shegës duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt dhe pa e tepruar për të marrë efektet e tyre pozitive dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.